Faleminderit shumë. E kemi shpjegu disa herë edhe ju falenderoj gjithë deputetëve që kanë votuar unanimisht për këtë projekt ligj, edhe në seancën këtu në kuvend, po edhe në komision. Ju ndoshta më duhet t'ua përkujtoj se ky ligj nuk është kthyer për përmbajtje, nuk është kontestuar asnjë pikë përmbajtjes së tij nga dhjetori 2024, por për çështje procedurale. Me lejoni, po më duket shqetësimi më i madh është çështja e prokurimit. Me lejoni t'ju siguroj këtu se neni 11, i cili u përmend këtu, nuk nënkupton në asnjë mënyrë, në asnjë formë përjashtim apo anashkalim të ligjit për prokurim publik. Ky neni 11, do të thonë, synon të jap fleksibilitet operacional Komitetit Organizativ OCMG, dhe atë për hartimin e procedurat të brendshme për funksione specifike, dhe këtu fjala ky që është specifike, të organizimit të lojra, për shembull rekrutimi, shërbimet operative, sponsorizimi e të tjera. Po ashtu synon të jap fleksibilitet operacional Komitetit Organizativ për përshtatjen me standardet dhe kërkesat ndërkombëtare të organizimit të evente multisportive. Ligji për prokurim mbetet plotësisht në fuqi për të gjitha shpenzimet që financohen nga buxheti i shtetit. Rregulloret e brendshme të Komitetit Organizativ nuk mund të bien ndesh me legjislacionin në fuqi, e këto rregullore janë të domosdoshme dhe burojnë nga kërkesat dhe standardet e vendosura për këto ngjarje nga ICMG, e cila është pronare e lojrave dhe të cilat duhet të respektohen për organizimin e lojrave mesatare. Në këtë kuptim bëhet fjalë për harmonizim të kornizës ligjore vendore me obligimet ndërkombëtare, duke ruajtur në tërësi parimet e transparencës, konkurrencës dhe llogaridhënies në përdorimin e fondeve publike. Ju lutem që po ashtu kush e ka lexu projekt ligjin me kujdes ta shoh paragrafin e 2 të nenit 4 të këtij projekt ligji. Faleminderit shumë.